Qëndrojnë hala që ajo është djali i shefit armatës Serbisë. Ne nuk importojmë energji elektrike nga FTE që nga koha kur ne kemi armë për shtet. Me 51% mos me pashtruar. Se u arrestu nga Gep Krasniqi kryeshefi Keku që keni emru ju. Jo, zoti Muja, tregoni a keni hala qëndrimet që i kish pas paraqit kryeministri, kryetari ju, zoti Kurti për Vuk Hamoviqin ajo. A qëndrojnë hala që ajo është djali i shefit armatës Serbisë që Kosova pje pare të ble energji, a keni hala qëndrim apo ka ndru qëndrimi ju ndaj atij njeri që po vazhdon me marr para nga qytetarët e Kosovës përmes energjisë elektrike. Cili është qëndrimi ju për Vuk Hamoviqin, jo, edhe tjetra, cili është tregimi juj për energji? Tregimi juj për energji me rrumbullaksu është ja keni dyfishu faturat e energjisë elektrike qytetarëve të Kosovës, familjeve kosovare, ja keni trefishu faturat e energjisë elektrike prodhuesve kosovar që e mbajnë gjallë ekonominë e këtij vendi, nuk keni siguru kapacitetet reja dhe përkundër rritjes së çmimeve nuk ka furnizim të qëndrueshëm. Arben, tash e ndigjojmë përgjigjen. Pa intervenim. Do pak ma tepër elaborim sa i përket FTE, jeta më lejo ta verifikoj, po ti dërgoj edhe të dhënat e këtë importit. Ne nuk importojmë energji elektrike nga FTE që nga koha kur ne kemi armë për shtet. Nuk importojmë. Po e ka regjistru kompani tjetër. E kanë gjetë një proksi shqiptar, apo a është problem për ju? Jo, nuk e ka gjetë një proksi shqiptar. Madje edhe teprisat e Kekut që kanë vazhdu PDK-ja mjashit Vuk Hamoviqit deri në vitin 2020, derisa kur është shkarku Niazi Thaçi, ato kanë vazhdu, janë ndalu. Pra me FTE nga viti 2020 as nuk blejmë, as nuk shesim teprica. Këtë ta konfirmojmë. Veç ta konfirmoj. E para, kështu që FTE-s është çështje. Vetëm pak. Okej, dyfishimi e dyta, 30 sekonda. 30 sekonda pa më ndërpres se ju më lëp përgjigje, po supozoj që po doni përgjigje. E dyta pyetja për dyfishimin e FTE ka licencu LDK-ja, i ka shit energji elektrike PDK-ja Niazi Thaçi ka punë. Okej, dyfishimi i çmimit të energjisë apo adresat? Lutëm ta ndëgjoj. Nëse ta ka pru dikush. Veç aka jo, s'është Niazi Thaçi, kemi shkarku. Jo, e FTE, s'pe hjek. Ta ndëgjojmë përgjigjen. Dhe nga Gep Krasniqi tu ka arrestu. Nuk e importojmë. Nuk ka arrestu shefi Keku. Masi ta ka pru dikush. Heke more burri ki krete. Shikoj, ti do mon s'pe hjek prej tregut te FTE-s, jeta e di sigur se me këtë çështje e morë në çdo detaj. Dhe mund t'ja dokumentoj me kontrata me fatura, që ne nga viti 2020 nuk importojmë, as nuk shesim tepricat e FTE-ja. Pik. E dyta, sa i përket dyfishimit të faturave. Se permonit licencume nëse s'bleni për pisojnë? Do me thonë, 2020 më thuj se s'kena ble pisojnë, 2021 me 2 shtatorë licencuar. Se ka nevoj me licencu. Jo. Po flasim për një licencim. Rilicencim me 2 shtatorë 2021. Mirë, ta përfundon 30 sekundë në vetë. Procesi, kjo çështje që nga koha ku ne jemi bu blok energjetik Kosovë-Shqipëri, edhe zërreja Shqipërisë kur licencon dikon atje, prap ka efekt regulativ edhe në Kosovë, kështu që s'ka. Nuk ka licencuar atje, zërreja jone ka licencuar. Ajo çka është më e rëndësishme për shkak të parimit të reciprocitetit, edhe në Maqedoni më lëshu licenca prap ti duhesh me njoftë. Që ajo është çështja. Më e rëndësishme është ti mos me ble dhe mos me shit energjitë. Blen përmes tjera, përmes sajna e përmes tjera me kompani. Më verifikoni nëse është kështu. Kjo është çështja e licencimi është bu për zërrejës. Ju tash shikoj. E vërtetë është që na gjet shumë burllok, po s'po e pastrojmë gjithçka. Ja, veç kriju burllok më shumë kriju. E para, FTE-ja shumë është më rëndësishme. Armend veç një pyetje. Se s'po pastruhet. Me 51% mos me pastruhet. Nga Gep Krasniqi kryeshefi Keku që keni emru ju. Zakonshme kombëtare. Po që u arrestu nga Gep Krasniqi. Dhe mbi që është një trup dinjitet për Kosovën. Çështja nacionale arrestimi nga Gep Krasniqi ta? Me ko çështja rëndësishme e sigurisë kombëtare, nuk ish dashme liberalizimi dhe dyfishimi i energjisë. Po i kërkoj dhe 30 sekondë verifikojnë. Në vitin 2016 është marrë vendimi, është kalu ligji për energji, në 35-36 thuhet që datë ko Bleran Stavilici ka qenë ministri i PDK-s, Isa Mustafa ka qenë kryeministër, bashkërisht e kanë miratu atë ligj, e kanë prunë kuvend dhe e kanë liberalizu tregun e energjisë. Në vitin 2017 e kanë zirë afatin e parë, në vitin 2019 afatin e dytë dhe afati përfundimtar i daljes në tregun e lirë të bizneseve ka qenë 31 mars të vitit 2021. Qa kemi bo na, ne kemi pa këto edhe kemi shty. Unë i kom taku bizneset në atë kohë, sepse ka qenë vendimi pa menqër. Nuk e kanë kalkulu fare vendimin dhe implikimin
vendimin, ma dje Berat Rukiqi i LTK-s, më kujtohet në atë kohë si shefi i Odës Ekonomike, ka thonë që nëse nuk bëhet liberalizimi, dështojnë bizneset. Tash e kanë ndryshu trokën, po është një vendim i keq që këta e kanë marrë. Për shkak të rregullave të sekretariatit.